Është vërtet që në opozitë rrihet edhe shumë vite me ne, po është shumë e thjeshtë të rish me rrogën e deputetit në parlament, në opozitë, se sa si një antar i thjesht ose si simpatizant i Partisë Demokratike. Unë jam aktivizuar vetë personalisht në 2013 me PD-n, kur ajo s'ishte në pushtet. Unë nuk e njoh pushtetin. Dhe neve na mban një inat, një logjik, një ideal që aktivizohemi. Pra, në momenti që unë shoh që një person që nuk ka pasur rezultatet mira, vazhdon akoma promovohet në PD, unë të kurajohem normalisht si i ri. Dhe kjo është një arsye që mendoj una që edhe shumë njerëz janë pak të dekurajuar për të aktivizuar si strukturat PD, sepse ne po i shohim për shkakun që kur vjen puna zgjedhjeve, neve mezi arrim të mbushim komisionet.